Kontaktet e qeverisë amerikane me atë shqiptare për shkatrimin e armëve kimike të Sirisë kanë avancuar. Sekretari amerikan i shtetit John Kerry ka telefonuar një ditë më parë kryeministrin Edi Rama për këtë çështje, konfirmoi ministri i jashtëm Ditmir Bushati. Dje, kryeministri i Shqipërisë ka pasur një bisedë të gjatë telefonike me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry për këto çështje, pra për çështjet që kanë bëjnë me sigurinë, për elementet që kanë bëjnë me kryerjen dhe se si mund të shërbejnë aleat të ndryshëm të përfshirën këtë proces në mënyrë që të përmbushet objektivi. Në këtë sqarim të parë të gjatë të qeverisë shqiptare për mundësinë e shkatërimit të armëve kimike siriane në territorin shqiptar, në Komisionin e Jashtëm shefi diplomacisë son dha një panoramë të detajuar të situatës. Në sintoni të plot me aleatët amerikan dhe europian, jemi një ndër vendet të cilët jemi kontaktuar për të parë mundësinë se ku mund të kontribojmë, si mund të kontribojmë dhe çfarë mund të kontribojmë në këtë operacion. Nuk bëhet fjalë që kemi një vendimarrje, nuk kemi hyrë në çështje teknike dhe nuk ka filluar një proces konsultimi, jemi në këtë lloj faze. Nuk ka vend për alarm. Ndërsa në Tiranë ka nisur reagimet e opinionit publik dhe politik, që kundërshtojnë azgjësimin e mundshëm të armëve kimike siriane në vendin ton. Sqarimi i ministrit të jashtëm la të kuptojë se shqetësimi është i parakohshëm. Ai argumentoi se as vetë klubi i vendeve transatlantike nuk ka një panoramë të qartë se si do të veprohet me armët në Siri, pasi çështja është komplekse. Për sa i përket kontakteve që aleatët kanë ndërmarrë me ne, për ne si qeveri e Republikës së Shqipërisë është krenari që të paktën jemi pjesë e konsultave apo kontakteve për një kontribut të mundshëm që nuk është ende as i vendosur, as i revizuar dhe as i konkretizuar se kush do të bëj çfarë. Ministri Bushati bëri thirrje veçanërisht politikanëve të jenë të kujdesshëm me amplifikimin e kësaj çështjeje. Në asnjë rast Shqipëria nuk do t'ja lejojë vetes të bëjë gjëra të cilat do ta vendosnin atë një pozitë që nuk e meriton që të jetë.